Siç jeni informuar paraprakisht, Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike, platformë e grupet për studime juridike dhe politike, sot ka dorëzuar në Gjykatën Supreme të Kosovës padin kundër Komunës së Prishtinës. Me këtë padi kemi kërkuar nga Gjykata Supreme që të vendosë lidhur me ligjshmërinë e rregullores së Prishtina Parkingut. Siç jeni në dijeni, kjo rregullore, përkatësisht rregulloria Prishtina Parkingut, ka hyrë në fuqi me datën 22 janar 2024. Ndërsa me 5 prill 2024 GLPS, pas analizimit të këtij akti nënligjor, ka vlerësuar se ka dispozita të tilla që bien në kundërshtim me ligjet në fuqi, e po ashtu rregulloria është e mangët sa i përket përmbajtjes së saj. Të gjitha këto pretendime tona i kemi nisur përmes një kërkese drejtuar kryetarit të Prishtinës, zotit Perparem Rama, dhe asamblezëve të Kuvendit Komunal të Prishtinës, që t'i adresojnë këto dhe të hyjnë në procedurën e plotësim ndryshimit të rregullores. Duke qenë se as komuna e as kryetari Perparem Rama nuk patën vullnet që të hyjnë në procedurën e plotësim ndryshimit të rregullores dhe të evitojnë të gjitha këto mangësi që i ka rregulloria e Prishtina Parkingut, ne sot po dorëzojmë padin e Gjykatën Supreme, e cila lejohet tashme me ligjin e ri për konfliktet administrative. Në këtë padi kemi dy pjesë të cilat ne i kemi ofruar Gjykatës Supreme. E para është që me këtë padi kemi arsyetuar 9 nene të rregullores, të cilat bien në kundërshtim me diku rreth 6 ligje të cilat i kemi ne në fuqi. Po ashtu, përveç këtyre 9 nenave që ne vlerësojmë që janë të kundërligjshme në këtë rregullore, ne kemi ofruar edhe disa argumente shtesë Gjykatës Supreme për të argumentuar me tutje se edhe vetë miratimi i kësaj rregullore nuk i ka ndjekur procedurat e duhura, e për më tepër edhe vetë rregullore nuk e ka përmbajtja e saj është e mangët. Kur jemi tek nenet të cilat ne kemi kontestuar, po flas shkurtimisht, janë nenet të cilat i japin kompetencë Prishtina Parkingut që të vendosë blokadat ndaj veturave të cilat vendosë ose parkohen në vend parkingje dhe nuk e kryen pagesën. Po ashtu edhe çështja e konfiskimit të këtyre veturave, e cila e parashihet me rregulloren e fjalë. Tjetër, me këtë rregullore ju ka dhënë kompetencë Prishtina Parkingut që të menaxhojë edhe me hapësirat të cilat nuk janë të destinuara për parkingje, siç janë për shembull trotuarët ose hozat, gjelbruse e tjera. Të gjitha këto bien në kundërshtim me ligjet në fuqi, sidomos me ligjet për rregullat në trafik, apo ashtu edhe për ligjin për kundërvojtje. Një shkelje tjetër që ne mendojmë është që rregulloria në fjalë nuk ka dhënë siguri të plotë sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale të personave të cilët aplikojnë për leje parkingu përmes Prishtina Parkingut, që besojmë edhe këto janë evidentuar disa përkatësisht janë argumentuar se nenet e tilla që janë në këtë rregullore janë në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Sa i përket mangësive tjera, para se të miratohet, para se të hyjë në fuqi kjo rregullore, Ministria e Drejtësisë kishte nxjerrë një shkresë përmes së cilës e kishte kërkuar nga Komuna e Prishtinës që të bëj edhe rishikimin e rregullores, përkatësisht në edhin 22. Mirë po pavarësisht kësaj shkresë të Ministrisë së Drejtësisë, komuna kishte mbetur e heshtur dhe nuk kishte marrë parasysh atë. Tutje, padisja kemi bashkangjitur dhe raportin e fundit që ka bërë zyra kombëtare e auditimit për ndërmarrjen publike Prishtina Parking, ku ndër të tjera ky raport vën në thekë se hartimi i kësaj rregullore nuk është bërë sipas një analize të bazuar, edhe çka nënkupton që thjesht kjo prej fillimit të hartimit rregulloria ka pasur defektet e sajna. Po ashtu siç e dini, me këtë rregullore nuk janë adresuar edhe disa prej vendimeve, përkatësisht propozimeve të cilat ishin votuar në Kuvendin e Kryeqytetit në ditën kur ishte miratuar rregulloria në fjalë. Të gjitha këto pretendime tona ne sot i dorëzuam në Gjykatën Supreme dhe vlerësojmë që Gjykata Supreme do ta jap verdiktin e duhur dhe përveç çështjes së shfuqizimit të komplet kësaj rregullore për shkak se këto 9 nene të cilat ne po atakojmë janë nene thelbësore, pa të cilat nuk mundet të qëndroj se vetëm pastaj rregulloria në fjalë. Pra i kemi kërkuar gjykatës që ta shfuqizojë në tërësi këtë rregullore, me pas do të shohim nëse Prishtina, po më Komuna e Prishtinës dhe Prishtina Parking do të reflektojnë dhe do të kemi një rregullore të re që rregullojnë çështjen e menaxhimit të parkingjeve në Prishtinë. Po ashtu, duke qenë se këto nene janë të jetë rëndësishme dhe në anën tjetër janë duke cenuar në vazhdimsi interesin shoqëror, duke qenë se Prishtina Parking po vazhdon me vendosjen e blokadave, e po ashtu kemi një rregullore që në vlerësimin tonë ka dispozita të cilat janë të kundërligjshme, i kemi kërkuar Gjykatës Supreme të Kosovës që
deri në vendosjen meritore të çështjes, të vendos për ndalimin e të gjitha efekteve juridike që i ka kjo rregullore. Padia është dorëzuar sot dhe presim që në ditën e vazhdim të kemi një vendim si për mosën përkatësisht për ndalimin e efekteve juridike të padis, e po ashtu edhe për çështjen e shfuqizimit të këtij akti nënligjor. Dua ta anonimizoj vetëm edhe një çështje për gjithë media dhe për gjithë publikun, përkatësisht për banorët e Prishtinës, por edhe të gjithë shfrytëzuesit e parkingeve në kryeqytet. Qëllimi i kësaj padie nuk është që ne jemi kundër çështjes se duhet vendoset për çështjen e menaxhimit të parkingeve. Çështja është që ky menaxhim duhet të bëhet përmes akteve nënligjore të cilat janë të plota, janë të bazuara në ligje, si dhe janë të miratuara në një procedurë e cila parashihet me legjislacionin në fuqi. Prandaj e rikonfirmoj edhe një herë që Qendra për Rastet Gjyqësore Strategjike mbetet e përkushtuar që në çdo rast kur vendimet e komunave me të cilët njihet ndonjë e drejtë ose ndonjë obligim për qytetarët, që të njëjtat të rishikojë edhe të vlerësojë nëse ato janë në përputhje me parimin e ligjshmërisë dhe nëse i kanë përfillur procedurat të cilat parashihen me legjislacionin tonë në fuqi.